Katedrali e Ringjallja e Krishtit në Korçë është një prej ndërtesave më me vlerë të qytetit, jo vetëm për besimtarët ortodoks, por për të gjithë qytetarët e vizitorët brenda dhe jashtë Shqipërisë. Në një intervistë mjaft të veçantë për City News Albania, Atë Vangjel Sotiri ka treguar fakte interesante rreth ndërtimit të katedrales, vlerave të saj të paçmueshme, si dhe për shtypjet e vizitorëve rreth saj. Kjo sikodin përmban pjesën qendrore të kishës, ku kryen dhe shërbesat, që shinjtërimi i saj u bë në datën 7 gusht të vitit 2004. Në tërë ambientin e kishës katedrale, poshtë është dhe një sallë e madhe për aktivitete të ndryshme, për koncerte, aktivitete që i ofrohet qytetit. Historia e katedrales së Korçës daton që prej vitit 1994, atëherë kur u vendos guri i parë i themelit. Duke patur parasysh që mbas mbylljes kishave, shumë kisha dhe katedrale të mrekullueshme që qyteti ynë kishte u shkatëruan, me lejimin e besimit dhe me hapjen e kishës, u bëj nevojshme ndërtimi një kishe të re, një katedrale e të re, që do të plotësonte nevojat e besimtarëve. Dhe në 2 gusht të vitit 1994, me fondet e grumbulluara nga fortëlumturia e tij kryepiskopi Anastas, filloi ndërtimi i kësaj kishe. Pra më 2 gusht të 94 se vendosur guri i themelit. Dhe janë në vitin 2002 ka përfunduar ndërtimi i gjithë godinës. Por kjo është pak a shumë historia e ndërtimit të kësaj kishe. Dhe për të folur për hapësirat që kjo kishë ka, është sipërfaqja e ndërtimit është 711 metra katror dhe lartësia e kudes është 20 metra dhe lartësia e kambanarive është 22.5 metra. Kjo është ajo çfarë kisha ka dhe kjo është pak a shumë historiku i saj, por që ka diçka shumë të veçantë që dua ta them, kur kjo kish u vendos të ndërtoj këtu, përveç shumë problemeve, situatave, fortëlumturia e tij kryepiskopi Anastas tha një nga shprehjet që sot kanë mbetur lapidare. Gurët që ju po na hidhni, ne do t'i mbledhim dhe do ndërtojmë kisha. Atë Vangjel Sotiri e konsideron katedralen si pikën më identifikuese të qytetit, duke treguar vlerat që ajo mbart. Për sa i përket qytetit, kjo ka një vlerë të jashtëzakonshme. Sepse jo thjesht se kjo zvendëson katedralet e tjera që kanë qenë, sepse ato janë të nevojshme dhe duhet i kthehen komunitetit. Por ajo përmbush kjo katedrale të gjitha nevojat e besimtarëve të këtij qyteti. Dhe jo vetëm kaq, por është dhe një xhevair për gjithë qytetin. Ndoshta është pika më identifikuese që ka sot qyteti i Korçës. Ndoshta dhe ju vetë mund ta keni vënë re, qoftë për persona që vinë nga jashtë, qoftë persona që janë këtu pjesëtar të qytetit tonë, e kanë si pikë identifikuese kishën katedrale. Dhe kjo është vlera më e madhe, por vlera më e madhe, për të qenë korrekt, është vlera shpirtërore e saj për atë çfarë ajo ofron për besimtarët. Janë të shumta shërbesat që kryen pranë katedrales Ringjallja e Krishtit, ndërsa historia shumë vjeçare vijon të mësohet tek të rinjt, të cilët do të vazhdojnë ndërbreza besimin ortodoks. Shërbesat që bëhen këtë kishë janë të gjitha shërbesat që Kisha Ortodokse ofron, duke filluar nga urata të ndryshme që jepen për fëmijë, për të rritur, nga shërbesat e pagëzimit, shërbesat e kurorëzimit, liturgji hyjnore, por jo vetëm kaq. Këtu ka dhe një aktivitet të përhershëm me të rinj. Është një grup i veçantë që merret me katekizmin e të rinjve dhe një grup shumë i madh me fëmijë, që ne i kemi rregullisht që vinë në këtë kishë dhe ne ju ofrojmë atë çfarë është besimi jonë dhe tradita jonë. Por kisha në qenin e saj është kjo që është diçka që vazhdon. Sepse vetë Zoti thotë në Ungjil që mbi atë gur që unë kam themelosur kishën, thotë askush nuk mund ta rrëzojë atë poshtë. Do të thotë që është diçka që vazhdon dhe do të vazhdojë, sepse ja, dhe për shembull për të parë të gjitha këto ikona që ne kemi këtu. Këto janë pjesë e kësaj trashëgimie të qytetarëve të këtij qyteti besimtarëve, që filloi si iniciativë nga Mitropolia e Korçës,
me ikonën e parë që u vendos në vitin 2012 dhe që sot vazhdon nga besimtarë të ndryshëm nga gjithë Shqipëria, por dhe nga jashtë Shqipërisë, të cilët me përkushtim duan të japin dhe të imitojnë atë çfarë prindrit e tyre bënin shumë kohën përpara, që ishin dhurues të mirë ndaj kishës dhe ndaj gjithë qytetit. Të gjithë që vinë dhe shikojnë, befasojnë kur shikojnë që këto ikona që ju po i shihni tani, ka filluar të vendosen në vitin 2012, që është pak a shumë 11 vjet. Dhe të gjithë befasojnë, thonë si ka mundësi që për kaq pak kohë ne kemi këtë dhe kjo tregon dhe diçka për qytetin tonë, që ne nëse duam, ne mund të bëjmë gjëra të bukura dhe të mëdha. 3 janë klerikët e përhershëm që shërbejnë pranë katedrales. Të shumta janë edhe ikonat që ndodhen brenda saj, ikonat të cilat janë dhuruar nga vetë besimtarët ortodoks dhe qytetarët, të cilët në këtë mënyrë kanë bërë të mundur mbajtjen gjallë të një vlere të paçmueshme që ka kjo kishë. Në katedralen e Korçës janë 3 klerikë që janë të përhershëm këtu, por dhe klerikë të tjerë të mitropolisë dhe si fjalë katedrale, personi kryesor është mitropoliti Korçës, Zot Johani, që ai celebron liturgjitë, celebron shërbesa të ndryshme sipas kërkesës së besimtarëve, por dhe për ne që shërbejmë këtu është një ndesh dhe një bekim mbi të gjitha, sepse ndodh kjo kur je pjesë e historisë, se çfarë ndodh, shpeshherë ne nuk i vëmë re gjërat se si ndryshojnë, se si bëhen. Por kur ti shikon që për kaq pak kohë është gjithë kjo vepër, një vepër kaq identifikuese për qytetin tonë, por mbi të gjitha për ne ortodoksët është një krenari, kjo të bën akoma më tepër krenar. Duke qenë pika kryesore identifikuese e qytetit të Korçës, ashtu siç e quan atë sotiri, edhe vizitorët janë të panumërt. Ata mbeten të befasuar kur shohin qindra ikona të vendosura në ambientet e brendshme, si dhe janë bërë pjesë e pandar e vizitave të tyre në këtë kishë. Ata bëhen pjesë së bashku me banorët e Korçës për të kaluar ditët e festave në Korçë e pikat më kulmore janë pikërisht Krishtlindja dhe Pashka. Në aq kohë sa unë shërbej këtu, kam parë duke filluar që nga Azia, evropian pafund, që dhe i kam pyetur kanadez, kanë qenë amerikan, spanjoll, italian, gjerman, anglez, suedez, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Greqia, nga Bullgaria, është një masë e pamat njerëzit të cilët vinë dhe shikojnë katedralen. Dhe prapa përsërit atë, për atë është një lloj befasie, kur ata ballafaqohen me këtë situatë që në një kohë kaq të shkurtër është bërë gjithë kjo vepër. Dhe një vepër e mrekullueshme. Një vepër që po formëzon jetën e shumë njerëzve, në kuptimin e mirë të fjalës. Dhe ata befasojnë në këtë tonë, si ka mundësi që të ndodhë. Por ne që besojmë në Zotin e mrekullive, mrekullit nuk janë të pamundura. Dhe kjo është një mrekulli që ne e kemi sot në qytetin tonë. Çdo e diel është një festë në kishë. Çdo e diel mbledh një shumicë të madhe besimtarësh, dhe të mos harrojmë që Korça është nga të paktët qytete në Shqipëri që ka 5 kisha që shërbejnë çdo të diel, që ofrohet shërbim kishtar çdo të diel. Dhe jo vetëm kaq, ndër festat më të mëdha që ne festojmë dhe që kanë një masivitet është Krishtlindja, që dhe tani po e presim, është dita e ujit të bekuar, data 6 janar, por ajo që është maja e festimeve, ashtu si dhe shumë njerëz e njohin tashmë, Korça qyteti Pashkës. Pashka është diçka jashtëzakonshme në Korçë. Ju vetë keni qenë dëshmitarë të festimeve, të procesionit të epitafeve, të momentit të shpalljes së ngjalljes së Krishtit, por dhe të gjithë festave të cilat mbulojnë të gjitha të quhet java e madhe e Pashkës. Sepse çdo ditë ka të intensitetin e saj, por si thua pikat më kulmore janë e premtja e madhe, procesioni i epitafeve që bëhet rreth qytetit, por dhe ngjallja, shpallja e ngjalljes së Krishtit, me ndezjen e qirimeve dhe me atë mrekulli se si ne mund të shpërndajmë dritën me njëri tjetrin. Në përfundim të intervistës tonë me Atë Vangjel Sotirin, ai nuk mund të mos bënte një thirrje për të gjithë shikuesit. Le të jemi dhurues
Perëndia ka qenë bujar me ne në këto vite. Na ka dhuruar kaq shumë gjëra. Le të jemi dhe ne dhurues ndaj kishës. Le të përpiqemi që atë çfarë etrit tan lan, le të përpiqemi që dhe ne ta vazhdojmë. Dhe le të përpiqemi që ëndra, shpeshherë shumë ëndra që ne i kemi, le të përpiqemi të ndërtojmë këtu. Ky është vendi tonë, një vend i mrekullueshëm që Zoti na i ka dhënë. Le të përpiqemi duke imituar sjelljen e të parëve, që po e përsërit ishin dhurues dhe me zemër të mirë, le të përpiqemi dhe ne të jemi imitues të tyre, duke u themelosur në kishë dhe duke ndërtuar dhe duke shfaqur këtë lloj mirësie. Unë këto do t'i inkurajoja të gjithë, sepse thash Zoti na ka dhënë mjaftueshëm dhe me bekim. Katedrali Ringjallja e Krishtit në qytetin Juglindor është një prej atraksioneve më kryesore që ofron Korça, e ndërsa ne si staf ju ftojmë që ta vizitoni për të mos humbur pamjen e mrekullueshme dhe mikpritjen.